Autoritetet në Alberta të Kanadas u detyruan të shpallin gjendjen e arzakonshme për zjarreve të përhapura me shpejtësi marramense në pjesën verilindore të provincës. Moti i nxehtë dhe i thatë nuk e ndihmon as pak zjarrfiksit që përgatiten për një tjetër ditë vështirë. Rreth 8.000 banor janë urdhëruar të largohen nga shtëpitë e tyre, çka e bën këtë evakuimin më të madh regjistruar ndonjëherë në historinë e të gjithë zonës. Të mërkurën, kompania Shell mbylli njërin prej fushave të saj të naftës dhe është duke izoluar edhe një tjetër. Drejtuesit e kompanisë u shprehën se prioriteti i tyre absolut në këtë moment është siguria dhe mbështetja e komunitetit. Shpërngulja në vetvete nuk ka qenë as ajo e lehtë. Largimin nga qyteti më i rrezikuar prej flagëve Fort McMurray e vështirësoi mbyllja e autostradës kryesore për shkak të zjarreve, ndërsa vendasit janë ndeshur dhe me problemin e mungesës së karburantit. Deri tani nuk ka raporte për viktima në njerëz.